Jemi rrugës për Lipjan, pozicion. Me shumë kujdes. Shumë kujdes, lutem. Në përcjellje, po me shumë kujdes. Lipjan jemi të shku për Hajde Folim, është platforma jonë e re, nëpërmjet cilës jemi të diskutu me qytetarët tanë për tema të ndryshme. Ka njerë po ka pyetje të vështira, po kërkojnë përgjithësi me të drejtë. Cila ka qenë pyetja më e vështirë që ke pasur deri tash? Më e vështira? Do shta ka qenë ajo pyetja që na u bote dyve në stok prej një djali i ri i cili tha qa është një e vërtet e hidhur që nuk doni me na thonë. Ka qenë pyetja e thellë. Mirë e përgjigj. Mirë u përgjigj, apo ke e dhimbshme mi tregu një trio që punë t'i kemi keq, duhet me punu fort, gjatë, për shumë dekada për me këthy Kosovën vend bardh. Ma e këndshmja ka qenë ajo vajza e vogël në vitin që tha çka mundemi ne si fëmijë të vegjël me bo për Kosovën, që tregon një ndjenjë thellë të përgjithësisë. Ta dole. Një ndjenjë thellë të përgjithësisë edhe prej një gjenerate të re, cilë dojnë me ndihmu vendin e vetë. Po, ne jemi tu kalu jashtëzakonisht mirë. So mirë, ati shmarë malli për fushat vjos? Jo, unë s'kam qenë fushat një 5 vjetë, 5 herë brenda një viti. 7 me balotar. Me qenë se në qunë zgjedhje pa nevoja, atërë s'kemi me lonë guri pa lëviz, derë pa trokit, qytetar pa taku. E janë në debatet tona Hajde Folim, flasim ka të del shpirti, me zemër të hapur, ball hapur, pa protokoll. Çka të doni pyetni, jo gjithmonë i kemi përgjigjet, po gjithmonë kemi me qenë sinqert me ju. Jemi të hapur për vërejtje, për kritika, për lavdata nëse keni ndonjë, dhe për ide të reja. Absolutisht, shihemi pas pak në Lipjan. Shihemi Lipjan.